Unë jam Mesut Shabani, jeni me podcastin Mesut Shabani Vjestra dhe Visare. Tetova nuk ishte e qetë këtyre 3 ditëve. Merrni me mend, një kiosk ka kall alarmet e mosnjohjes së ligjshmërisë të vendeve publike, po ashtu të mbrojtura me ligj në qytetin e Tetovës. Bilal Kasami nuk e shpëton më lujta. Është koha të mbaj përgjegjësi. Një muaj më parë dredhia ushtrua platoja me pllaka betoni dhe ushtruan 3 ulse që duhet të largohen tash dhe të kthehen në formën e parë. Gjelbrim ose kullos, si doni merrni. Sepse nuk është marrë nga Komuna e Tetovës leje speciale nga Drejtoria Republikane për konservim. Çfarë lejohet me leje speciale? Punë restaurimi, sanim, konservim. Çdo punë që prek strukturën, muret, themelet, fasadën dhe borrin. Çfarë ndalohet rreptësisht? Ndërtimet e reja pa pëlqim shtetëror, prishje, gërmime pa leje, vendosje platformash, kioska, reklama, kablla dhe tubacione. Pra, shteti, kësaj radhe, Drejtoria Republikane për konservim, duhet të di çdo detaj para se të lëvizet diçka aty. Por a mundet një komunë si Tetova të mbulojë një çështje brenda zonës së mbrojtur? Jo, ligjërisht është e pamundur, politikisht mbase po. Mund të tentoj të zhvendos diskutimin, u bë shumë muhabet dhe u munduan që ta mbulojnë me PR-ët e tyre ndërtimin e shtrimin dhe zgjerimin e rrugës në Llac. Okej, çdo gjë në rregull. Por kjo nuk ndikon as pak në procedurat zyrtare të trashëgimisë. Atëherë shtrohet një çështje, kush duhet mbaj përgjegjësi? Përgjegjësia duhet ndahet në 3 nivele. 1, komuna, nëse ka dhënë leje pa kërkuar pëlqim nga Drejtoria Republikane për konservim, mbajnë përgjegjësi në komunë Drejtoria e Urbanizmit, Inspektorati Komunal dhe çdo zyrtar që ka firmosur. 2, operatorët, ekipi i punimeve, firma që ka kryer punimet pa kontroll, duhet gjobitet rënd. 3, institucionet trashëgimisë. Nëse ata e kanë lejuar gabimisht, mbajnë përgjegjësi profesionale dhe penale. Atëherë, çfarë dënimesh ekzistojnë? Sipas ligjit për trashëgimi kulturore, ekziston gjoba për persona fizik, gjoba shumë më të larta për firma, përgjegjësi penale për zyrtar që kanë lejuar punime të paligjshme. Në rastet të dëmit të rënd mund të ketë edhe padi penale. Pra, Bilal Kasami nuk është lojë politike, ligji është decid dhe i prerë. Unë jam Mesut Shabani, ishte në podcastin Mesut Shabani Vjestra dhe Visare.